këtu jemi te Flux Vision dhe mjetet janë të viteve të fundit, 2006. Kjo është një furgon familjar për gjithë familjet, elektrike. Po. Janë orientuar të gjithë tek hibridet dhe elektrike. Kanë ardhur nga Italia. Këto janë makina që kanë ardhur nga Italia, quhen Stuntman Industry, Folco, dhe dje kanë dhuruar spektakël në sheqin Italia. Janë scooter, off-road, I kemi të gjitha. Trendi I automotiv në Shqipëri po orientohet drejt makinave hibride edhe elektrike. Si që shikoni, këto janë makina hibride. E dini Arjeta Puca. Si fillimi ideja e konceptit filloi rreth vitit 2023, pastaj u prezantua në Paris në vitin 2024. Shota është totalisht një makinë të cilën ti mund ta modifikosh në varësi të nevojave të klientit. Dhe patjetër që përdorimi kryesor ngelet në fushën e industrisë ushtarake.